Sikur se thash, do të mbedhemi të e njëjta tematik, do të lidhemi në këto momente me zotin Sadri Ramabaja, drejtori i Institutit Shqiptar për Gjeopolitik, dhe me zotin Hilsen Berisha, ish deputet i PD-k-s. Përshëndetje zotërin, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe juve. Zotin Ramabaja, dua ta filloj me ju. A mendoni se kandidimi i Albulena Axhiut ishte një eksperiment politik vetëm sa për të blerë kohë dhe derisa të gjendet një marrëveshje politike për të siguruar në këtë mënyrë numrat e mjaftueshëm që i duhen zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje për krijimin e një qeverie të re? Që është e vërteta për këtë çështje, unë jam prononcuar edhe më herët dhe edhe më tutje e konsideroj si një eksperiment i panevojshëm dhe i gabuar. Pse është eksperiment i panevojshëm? Ndoshta kjo mund të jetë një lëvizje në favor të zotit Kurti. Edhe mund tjetë, por çështja është se duhet që të tejkalohet vetvetja në këtë rast, interesi partijak t'i nënshtrohet interesit nacional. Nuk bëhet fjalë këtu thjesht për stabilizimin dhe etablimin e politikës vetëm të Republikës së dytë shqiptare, por me këtë akt duhet i dërgohet sinjal qartë qytetarisë shqiptare parazgjithash se ne po hymë në fazën e maturimit politik dhe jo të përsëritjes së ngërçeve për 30 vjet rresht dhe në një mënyrë për me këtë edhe po e dëmtojmë frymën e demokracisë liberale përgjithsisht. Ju keni sugjeruar Fatmi Limaj në krye të kuvendit. Pse ky propozim kur ndërkohë duhet themi që sot emri Albulena Axhiut në thonjza, po jo në thonjza, realisht u refuzua për herë të tretë për të votuar si kryeparlamentare? Unë kam gjykuar se personaliteti i Fatmi Limës mund të jetë njëra prej rrugëve që do ta zhbllokonte situatën dhe do të mund të ecnim tutje, sepse çështja është te konstituimi i organeve të kuvendit. Pas një bllokimi banal, do të thosha unë, me çështjen e verifikimit të mandateve, kaluam në fazën e dytë dhe kjo është krejtësisht e qartë se do duhej që të zgjidhej kryetari dhe nënkryetaret, të votoheshin ata që pastaj të fillonte e ashtu quajtura ora e demokracisë liberale, respektisht e ligjit për zgjedhjen e qeverisë. Dhe në këtë drejtim mendoj që një figurë që vije nga ushtria shqiptare e Kosovës do të mund t'i unifikonte edhe spaku PD-k-n dhe AK-n që të tejkalohej këngërç. Kjo ka qenë arsyeja. Zoti Ramabaja, mos ndoshta edhe vetë zoti Kurti po kërkon të shkojë në zgjedhje të reja, duke mos mbetur i kënaqur as pak, po themi nga rezultati i marrë në 9 shkurt, ku ndoshta pretendonte që të arrinte maksimumin e votave që do t'i jepnin pavarësi për të krijuar i vetëm qeverinë. Edhe kjo mund t'jetë, por ka gjasa mund të kemi edhe çështje që fshihen në detaje. Cilat mund të jenë këto çështje? Për shembull, çështja e ngritur rreth pakos ligjore nga nisma socialdemokrate që ka të bëjë me spari me uljen e pragut zgjedhor në 2%, dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturën ligjore për investime strategjike e tjerë, do duhej që t'i liheshin kohës respektisht të ketë mirë kuptim që ato të përpunohen pastaj. Ose do duhej të zgjidheshin më herët, që është e vërteta, sepse jo gjitha çështjet në program mund të zgjidhen brenda 2 ditëve. Ishin gjermanët ata që shkruan një program 147 faqesh brenda 10 ditësh, por megjithatë ju deshtën 10 ditë. Për fat keq këtu nuk kemi të bëjmë me shkrime programesh qeverise, por kemi të bëjmë ekskluzivisht me ndarje postesh, dhe kjo është ana më e dhimbshme e jonë. Zoti Ramabaja, nëse mund t'ju pyes, sa kohë ka në dispozicion ligjërisht Kurti për të formuar qeverinë e re, dhe në momentin që nuk arrin dot ta realizojë, çfarë ndodh? Jemi aktualisht në vakum politik apo jemi në krizë politike dhe institucionale në Kosovë? Jemi më tepër në vakum kushtetues dhe sistemor. Sistemi politik i Kosovës që është imponuar përmes pakos së Ahtisarit
e ka federalizuar Kosovën përmes rezervimit të 20 mandateve, 10 pakicës serbe dhe 10 minoriteteve, duke i u dhënë një fuqi tejmase. Ndërkaq në anën tjetër, edhe ndryshimet kushtetuese, edhe ndryshimet ligjore që prekin sferën e interesit sipas interpretimit të këtyre, sidomos të komunitetit serb, nuk mund të ecin. Për shembull, ne kemi një ligj për arsimin e lartë që ngel i pareformuar pikërisht për shkak se bllokon komunitetin serb. Pra, sistemi politik i Kosovës po dëshmohet se është thjesht thembra e akilit, ndërkaq kushtetuta ka vakume, siç është rasti konkret tashmë, askush nuk interpreton për juristëve më të mirë që kemi mundësinë e daljes nga këtij ngërçi për shkak se nuk e ka parapar as kushtetuta dhe as ligji se mund vije drejt e një bllokade tillë. Paraprakisht në gjithë sistemet, në gjithë afatet zgjedhore paraprake, legjislaturat paraprake, 8 legjislatura paraprake, kryetari i kuvendit dhe 2 nënkryetaret apo 3 sa zgjidhen, janë zgjedhur me marrëveshje, pothuajse paraprakisht, dhe nuk ka pas ngërç të kësaj natyre. Unë kam drose kjo mund të zvarritet deri në pafundësi, për aq sa do të krijohet pastaj një lloj déjà vu-je në këtë sistem dhe do të detyrohet presidentja që t'i shpallë zgjedhjet e parakohshme, respektivisht jashtëzakonshme. Ndërkohë, nëse Kurti nuk bashkëpunon me partitë e mëdha të cilat e kanë shprehur qartë që nuk kanë ndërmend të futen në një koalicion qeveritar me zotin Kurti, ku mendoni se do ta hedhë vështrimin ky i fundit, pra kryeministrin e detyrë për të arritur krijimin e një qeverie? Për opinionin dhe për shikuesit duhet të sqaroj një fakt. Në Kosovë kemi 2 bloqe politike, pavarësisht se quhen LDK, PDK, AK e tjerë, ato përbëjnë një blok politik. Dhe bloku tjetër politik, lëvizja vetëvendosje me pakicat, qoftë si që është partia Guxo, Alternativa, me gjas, kësaj do t'i bashkohet nesër dhe nisma socialdemokrate. Pra, kemi 2 bloqe politike të cilat do t'ishte mirë që të sanksionohej që të njëra që fiton shumicën të krijonte qeverinë. Përndryshe mund të riprodhojmë ngërçet kësaj natyre tutje. Çfarë mendoni se i ka kërkuar zoti Limaj, zotit Kurti, në këmbim të dhënies së votave që ka në dispozicion, apo të votave qartë, korrekt jam, për të marrë kundrejt këtyre? Tashmë është publik se ai ka kërkuar që të ketë postin e kryetarit kuvendit, por nuk janë publike kërkesa tjera. Ja kuptoj. Dhe në çështje të cilat kanë qenë pjesë e diskutimit, nuk do dua të lëshohem, por megjithatë dua të theksoj se edhe zoti Kurti, edhe zoti Limaj duhet gjejnë vullnet politik më shtërrues që t'i tejkalojnë këto momente dhe të ecin tutje. Ndërkohë, të mërkurën në shtyrë seanca e radhës, mendoni që zoti Kurti do të shkojë me një emër tjetër për ta propozuar si drejtues të Parlamentit Kuvendit Kosovës, apo do të paraqitet sërish me emrin e ministres aktuale të drejtësisë, zonjën Albulena Axhiu? Tashmë kemi të bëjmë me, siç e tham, me një papërcaktueshmëri kushtetuese dhe ligjore, rendje do që të ketë marrëveshje politike. Ngjashëm siç kishte marrëveshje politike për komisionin verifikues. Janë 48 orë në dispozicion që do të ishin të mjaftueshme për partitë politike që të gjejnë një ujdi dhe të kalojnë këtë ngërç. Por ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme duket se janë më reale pastaj. Mendoni që ka mundësi negociatash mes palëve edhe për emrin e presidentit Republikës, duke qenë se vitin e ardhshëm përfundon mandati i zonjës Vjosa Osmani? Unë kisha përshtypjen se ajo ka qenë edhe arsyeja pse kishte një kërkesë nga ana e lëvizjes vetëvendosje për një bashkëbisedim me lidhjen demokratike. Po të arrijë një ujdi mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike, do të mund të krijojë edhe qeveria dhe do të mund të zgjidhej pastaj edhe presidentin ose presidentja në mandatin kushtetues. Kjo nuk u bë për shkak se Lidhja Demokratike nuk po e gjykon të
dobishme për interesin e saj partijak, që është e drejtë legjitime e tyre, që të futet në koalicion qeverisës. Madje ajo kushtëzon edhe opozitën që të krijoj me ta qeveri nëse dështon lëvizjave të vendosjes, siç e parashe si mundësi të dytë kushtetuta, që të futet nëse nuk merr postin e kryeministrit. Pra kemi një kapricio të gjithandej. Si ndikon situata në Serbi, situata e Kosovës në Serbi? Si gjykoni? Është në favor të Serbisë gjithçka e krijuar aty? Tash që është e vërteta, kjo kemi të bëjmë me dy shtete veç e veç, ata janë hallin e vetë, sepse ka protestat vazhdueshme, është zgjedhur një kryeministër kukull, në përbërje të cilit ka ministra fashist, neofashist, antiperendimor, le të kujtojmë faktin që njëri prej ministrave në protestat pararendse kishte djegur flamurin e Bashkimit Evropian, një pozicionim krejtësisht prorus brenda kësaj, edhe më i fort madje brenda kësaj qeverie të re, ata do të ecin tutje me problemet e tyre të brendshme. Por megjithatë, kjo që ndodh në Kosovë i jep një alibi të fuqishme propagandës serbe për të na sulmuar si të paaft për të qeverisur. Marta Kos ka deklaruar se në maj do të zhvillojë takime për vijimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si pritet të zhvillohet ai në këto kushte që është aktualisht Kosova, duke qenë se vetëm 9 ditë na ndajnë nga ardhja e muajit maj? Mendoj se ai dialog do të shtyhet, rifillimi i këtij dialogu do të shtyhet për më tutje, por edhe një varg arsyesh flasin se kemi të bëjmë me një gjendje komen cilën është futur dialogu prej më shumë se një vit e gjysmë dhe nuk ka ndryshuar as rrethanat minimale për të vazhduar këtë dialog. Kryeministri aktuali i Serbisë në fjalën e tij të rastit në ditën e zgjedhjes vazhdoi tutje me të njëjtën si thush vokabular politik, duke e cilësuar Kosovën si pjesë integrale të Serbisë, si Kosovë me tohi, si pjesë e pashkputur e patjetërsueshme e shtetit serb etj. Pra nuk ka vend për dialog të mirëfillt, ndërkaq Bashkimi Evropian duket që është në kërkim të instrumenteve politike dhe ekonomike sipas gjasave që do t'i detyronin palët që të uleshin. Deri tashmë ne jemi dëshmitar se ata kanë qenë asimetrik në pozicionin e tyre, kanë ndëshkuar vetëm palën kosovare, formalisht Kosova dhe jo vetëm formalisht që është e vërteta, po është e dëmtuar edhe materialisht për 2 vjet është nën sanksione në masa të veçanta, për të qenë më sakt në terminologji, ndërkaq Serbia nuk i është nënshtruar asnjë sanksioni pavarësisht se kishte ushtruar një provë të veçantë me 24 shtator vitit 2023 për aneksimin e veriut Kosovës, pra një akt agresioni ndaj shtetit fëmijë. Në këto rrethana dialogu ende mund konsiderohet se vazhdon të jetë në gjendje kome. Nga të dyja më parë, Kenia, ndjekur më pas edhe nga Sudani, njohën shtetin e ri të Kosovës. Sa të rëndësishme janë këto zhvillime dhe sa mendoni se ka bërë punë në këto 4 vite qeverisje, lëvizja vetëvendosja dhe qeveria e Zotit Kurti në drejtim të përfitimit të sa më shumë njohjeve të Kosovës në arenën ndërkombëtare? Tash çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana sidomos e Kenjas ka peshë jashtëzakonisht madhe sepse Kenia është njëri prej shteteve më të fuqishme të rajonit në Afrikën Veriore dhe Sudani gjithashtu, por pesha e Kenjas është më specifike. Gjithsesi do të mund hapej sipari edhe i njohjeve tjera nga shtetet tjera atje. Diplomacia shqiptare përgjithsisht dhe kjo e Kosovës në veçanti nuk kanë qenë lënë shumë për dëshiruar në këtë plan, që është e vërteta, por nuk varet shumë çka nga diplomacia kosovare. Ajo që do të mund të sillte suksese edhe më të mëdha, do të ishte një koordinim i fuqishëm mes Tiranës dhe Prishtinës dhe një pozicionim edhe më i qartë në raport me proceset zhvillimore në rrafshin gjeopolitik që po ndodhin sot dhe ku do të jenë 2 republikat shqiptare
në të ardhmen e afërt, sepse kemi të bëjmë me prologun e ndryshimit të rendit botëror dhe fillimit të një rendi të ri. Dhe në këtë kuadër, ky rend i ri ne do duhet na gjente më të përgatitur për mbrojtje të interesit nacional. E ka kërkuar Kosova ndihmën e Tiranës zyrtare për të bashkëpunuar në arenë ndërkombëtare për të përfituar më shumë njohje dhe si gjykoni ju marrëdhëniet e 4 viteve të fundit të dy liderëve të Kosovës edhe të Shqipërisë gjithmonë në aspektin dhe planin institucional, jo ndërpersonal? Shiko, dhe nëse kjo çështja e ka kërkuar apo jo nuk duhet shtruar, sepse në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë është qartësisht e theksuar se Shqipëria ka obligime ndaj shqiptarëve gjithandej. Ndërkaq, madje edhe gjatë diktaturës ka pas interesim të jashtëzakonshëm strukturave të veçanta për pozicionin e shqiptarëve, jo vetëm në ish krainën e Kosovës, tashmë shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, por edhe në vise tjera në ish Jugosllavi. Çështja është se sa ka ndjeshmëri leadershipi shqiptar përgjithsisht, a në Tiranë dhe në Prishtinë, për të koordinuar këto aktivitete që do të kurorëzoshin me një prosperim që do të shpinte drejt një strategjie që këto dy republika do të mund të krijonin, pse jo edhe një federatë shqiptare në rendin e ri që po vjen. Sa ndikojnë njohjet për forcimin e politikës jashtme të Kosovës dhe njohjet e deri tanishme, nëse mund t'i atribohen dikujt? Kujt t'i atribohen? Ose edhe disa vetave? Unë nuk kam dëshirë që të përmende emra për atribuim, sepse po kalojmë pastaj në pozicionin feudal mesjetar gati thuajse. Dhe këto qëndrime të njerëzve në për aeroplana edhe atëherë kur s'ju takon kush e di se çfarë ex officio, ne gjitha këto punë duhet i bëjmë në shërbim të atë dheut. Unë kam jetuar 14 vjet në Zvicër, kam bërë punën gati thuajse si një konsul i Shqipërisë dhe shqiptarëve, kur s'kam pretenduar të kërkoj mbështetje financiare, përkundrazi. Dhe kështu kanë vepruar me qindra advetar, qoftë në Evropën perëndimore, qoftë në Amerikë. Ata që erdhën për çlimin e Kosovës nuk kanë ardhur këtu se i pagoj dikush, por kanë ardhur se kanë ndjetë obligueshme ta çlirojnë një pjesë të Shqipërisë, të atë dheut. Kosova fundi është pjesë e atë dheut, pjesë e Shqipërisë. Derisa ta kuptojmë kështu, kemi problem. Dua të ndalem pak tek Serbia. Si e komentoni lënien jashtë Aleksandr Vulin nga qeveria e re e Gjuro Macutit aty? Është një taktizim, sepse ai është edhe më i fuqishëm kudo që është, edhe jashtë, për aq kohë sa ka mbështetjen e Vučićit dhe të Putinit. Pra është taktizim i veçantë, është Vulin i jashtë, por është një tjetër Vulin që djeg flamujt e Evropës dhe qartë mbështet linjën ruse. Pastaj, çështja është se prezenca ruse në Serbi është e ndjeshme, që prej presidencës e deri te komunat e vogla, gati thuajse gjithandej 4.000 sa agent rus janë të shpërndarë në Rusi. Qendra humanitare e ashtu quajtur humanitare në fakt e spionazhit në Nish është prapa organizimit të agresionit të 24 shtatorit vitit 2023 në Kosovë. Pra, çështjet nuk kanë të bëjnë me emra individësh, me konceptet politike dhe shtetërore, me doktrinën shtetërore që ka Serbia në raport me Kosovën veçanti, por edhe me shtetet tjera fqinje. Dhe dua t'ju pyes, zoti Ramabaj, duke qenë se jemi në fund, në gjykimin tuaj për t'i dhënë zgjidhje gjithë situatës në Kosovë, në këndvështrimin tuaj, cila do t'i ishte zgjidhja, skenari më i mirë? Skenari më i mirë i mundshëm do të ishte një marrëveshje politike, sepse ky ngërç është produkti mungesës vullnetit politik. Një marrëveshje politike për të zhbllokuar gjendjen dhe për të krijuar qeverinë që do t'i hapte mundësi pastaj proceseve tjera. Ne kemi një varg obligimesh, sidomos në çështjen e zhvillimit ekonomik, por edhe që është e vërteta kemi ngecje të theksuar edhe në fusha tjera, në arsim, në shëndetësi e tjerë. Janë projekte ambicioze që na presin fillimi i punimeve të Ekorudhës
Prishtinë, Shkodër-Durrës, janë projekte infrastrukturore, ekonomike të mëdha, qoftë termocentral, qoftë një ujdip me Shqipërinë politike për ngritjen e hidrocentralit mbi lumin Drin, një bashkëinvestim që do të duhej sepse çështja e energjisë është tepër e ndjeshme në të dy republikat tona. Shqipëria dhe Kosova bashkë do të mund bëshin fuqi energjetike po të përqendronin politikat qoftë edhe vetëm këtë drejtim që t'i kemi të unifikuar. Por gjithsesi edhe në fusha tjera do të mund të unifikoheshim shumë. Faleminderit zoti Rama Bajaj që ishit me ne. Lutem, mirupafshim.